Gjykata themelore e Kumanoves me kërkesë të prokurorisë publike vendosi për masën e kujdesit me detyrim paraqitje për 18 vjeçare me inicialet PA. E dyshuara e parë për rrajën brutale të 14 vjeçares LI në Kumanov, ndërsa për dy të mitura të tjera ESH 16 vjeçe dhe MK 14 vjeçe, të cilat morën pjesë në rraje dhe e filmuan viktimen do të ndiqen penalisht në liri për veprën penale dhunë sipas nenit 386 të kodit penal. Më 13 mars 2026 rreth orës 18, të dyshuarat e kanë thirrur një vajzë 14 vjeçare që dal nga shtëpia e saj, pas së cilës e kanë bindur të hyjë në një dhomë pranë qendrës sportive Sokollana në Kumanov. Atje së pari e kanë fyer e më pas e kanë sulmuar fizikisht, duke regjistruar të gjithë incidentin me telefon celular. Pas dhunës, të dyshuarit e kanë kërcënuar të miturën që të mos e raportoj incidentin dhe të mos flas për videon e regjistruar, duke e kërcënuar se përndryshe do t'i ndodhë diçka edhe më e keqe. Të dyshuarit që shihen në pamjet filmike sipas policisë e kanë përsëritur veprën me viktimen e njëjtë gjatë këtyre 4 muajve, si edhe me vajzat e tjera të mitura me përdorim të dhunës dhe filmimin e tyre. Për fenomenin e përsëritur, sociologët kërkojnë masa urgjente nga autoritetet. Profesori Vahid Gjemaili thotë se ky frustrim social përveç dhunës fizike dhe linçimit përmes rrjeteve sociale, duhet të trajtohet nga autoritetet me shumë seriozitet në mënyrë që adoleshentët mos të bëhen viktima. Në aspektin profesional, të janë tashmë dukuri për fat të keq, të cilat na shqetësojnë të gjithë, edhe si qenje njerëzore dhe si institucione, madje edhe si shoqëri në përgjithësi. Duhet kërkuar në rrafshin pak më të gjerë, për shkak të fillimisht të një situate të krijuar në shoqërinë tonë ku gjeneratat e reja gjithnjë e më shumë po kanë një qasje të pakontrollueshme të tërave rrjeteve sociale, të cilat kanë një ndikim të fuqishëm në formësimin e tyre edhe të personalitetit të tyre, dhe po lënë pasoja për fat të keq, pasojat janë jashtëzakonisht të mëdha për viktimat sidomos. Kjo sigur kam dëshirë me përmend në rend të parë. Brenda vitit ky është rasti i tretë që grupe adoleshentësh dhe fëmijësh përfshihen në përleshje dhe filmohen me qëllim të postimit në rrjetet sociale. Një rast i ngjashëm i dhunës ndaj një viktime ka pas ndodhur në Tetov dhe një tjetër rast në Shkup. Kujtojmë që Ministria e Arsimit nga shtatori do të zbatojë programin me psikolog dhe detektimin e shenjave të hershme të delinkuencës dhe përdorimit të dhunës nëpër shkolla, që vjen si pasojë e dhunës nëpër familjet e tyre.